Vëllezër dhe motra. Sot në këtë hutbe dua të jem shumë precis dhe pa u zgjatur tepër, duke falendëruar Allahun xhaleshanu për mirësitë e mëdha që na ka dhënë. Nuk ka diskutim që begatia dhe mirësia më e madhe që Allahu xhaleshanu e furnizon një njeri në jetën e kësaj bote është ta begatoj atë me familje. Familja e cila është bërthama kryesore e shoqërisë, familja e cila nëse është e shëndosh, shoqëria do të jetë e shëndosh, nëse është familja do të jetë e dobët, nuk ka diskutim që shoqëria do të jetë e dobët. Kur flasim në aspektin e familjes, marrëdhënies prind, fëmijë, bab, nën, fëmijë, në Kur'anin famëlar do të gjejmë një larishmëri të gjërave, të situatave, të ngjarjeve, të personave, të personaliteteve, të aktorëve të ndryshëm përgjatë gjithë historisë që potencohet më të madhe që nuk ka si familja dhe që është mirësia më e madhe që e ka dhënë Allahu, që për të duhet falendëruar dhe për të nëse është e nevojshme edhe duhet luftuar për ta mbrojtur këtë mirësi që të ka dhënë Zoti xhaleshanu. Thotë Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart: "O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një vetjeje, prej një njeriu, dhe nga ky njeri krijoi palën tjetër, shoqen, bashkëshorten. E prej atyre dyve, Ademit dhe Havas, pra, u shtuan burra dhe gra, dhe kini frikë Allahun që me emrin e tij përbetoheni, ruajeni farefisin se Allahu është mbikëqyrës mbi ju." Allahu në këtë ajet tregon fillesën, zanafillën e gjithë çkaje të asaj çfarë ne e quajmë qenie njerëzore, që kjo krijesë ka ardhur në jetë nga një burr dhe një grua, nga një baba dhe nga një nën, dhe prej tyre kanë ardhur shumë fëmijë, e deri kur jemi ne sot në këtë ditë. Për të shtuar rëndësinë mbi këtë çështje, thot Allahu po ashtu në Kur'anin famëlar: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Nga faktet e madhërimit, e madhështisë së Allahu xhaleshanu, është për të mirën tuaj ai krijoi nga vetja juaj llojin, palën tjetër, për gratë burra dhe për burrat krijoi gratë, në mënyrë që të gjeni prehje tek njëri tjetri, të gjeni qetësi, qoftë kjo qetësi shpirtërore, qoftë kjo qetësi fizike, qoftë kjo qetësi mendore. Dhe midis jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Këtu me të vërtetë që ka argumente për njerëzit që mendojnë. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an për të treguar rëndësinë e vazhdimësisë së llojit njerëzor, ku na e ka mësuar lutje të drejtë për drejtë neve si musliman. Thot Allahu në Kur'an në surën Furqan: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama." Dhe ata që thonë, janë robërit e Rahmanit, këta që thonë këtë dua: "Zoti ynë na bëj që të jemi të gëzuar me gratë tona dhe fëmijët tanë pas ardhësit tanë, e na bëj neve shembull për të devotshmit." Duke potencuar me të madhe pikërisht këtë marrëdhënie të pandashme prind fëmijë, Allahu xhaleshanu në Kur'anin e shenjtë në librin famëlar. Kur e shikojmë në perspektivë më të gjerë, ne do të shikojmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të qaj për djalin e tij kur e varrosi. Dhe kur do ta pyesin sahabët se pse qanë, sepse tha zemra pikëllohet, sepse si mundet një prind mos të qaj për fëmijën e tij. Kjo është, le të themi, sprova më e madhe, por nuk ka prind që nuk qanë për fëmijën e tij nëse i mungon diçka nga aspekti ekonomik, nëse shokët e tij kanë dhe fëmia e tij nuk ka, nëse të tjerët gëzojnë dhe fëmia jote nuk gëzon, nëse fëmijët e tjerë janë të shëndosh dhe fëmia jote është i sëmur, kush nuk do të qante prej prindërve? Dhe këtu tregohet rëndësia e madhe e kësaj lidhje shpirtërore që e ka vendosur Allahu xhaleshanu në zemrën e njeriut. Shikojmë se Nuhu alayhis salam shpresoi deri në momentet e fundit që djali i tij të kthehet në besim. "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Thirrja e fundit:
o birim, hajde hyp në anije, mos u bëj bashk me qafirat në mohuesit, besoj Allahun xhelleshanu. Deri në momentet e fundit, babai shpresoi që fëmia e tij do të kthehet në rrugën e besimit. Haxheria e nderuar, bashkëshorte e Ibrahimit, nëna e Ismailit, vrapoi nga Safa në Merva 7 herë që e kemi obligim të haxhit për ta bërë atë dhe të umres. Për të kujtuar këtë nën të bekuar, pse vrapoi ajo? Sepse fëmia i saj Ismaili po dërgjej nga etja në mes të nxehtësisë. Dhe me vrapimin e jetës, me frymën ndoshta të fundit saj, mos vallë po shikoj një karvan, mos vallë po gjej një pikë ujë për djalin tim. Ibrahimit a.s. ju fal bota, kur thika nuk e preu djalin e tij Ismailin dhe Allahu i zbriti dashin si shenjë kompensimi. A kishte gjë më të madhe, më gëzim më të madh, sepse edhe në fillim ai donte të cilëte urdhrin e Zotit dhe Allahu tregoi që jo, fëmia dhe prindri nuk mund të dalin në një makrabitet të tillë, në një situatë kaq të tillë çnjerëzore. Nuk mund të vras fëmia prindin dhe prindi fëmin. Është një lidhje e ngushtë e shenjtë që e ka vendosur Allahu xhelleshanuhu. Lukmani a.s. e edukoi fëmin e tij që në vogëli, qoft djali im mos i bëj idhujtari Zotit xhelleshanuhu, sepse donte që të edukonte një fëmijë shembullor në faqet të tokës. Jakupit a.s. ju zbardhen syt, u verbua nga humbja e të dashurit të vogël djalit të tij, Jusufit, dhe ju fal bota më pas kur e gjeti atë, sepse kjo ishte dashuria e prindrit për fëmijën. Imrani dhe Hanna, prindrit e Merjemes, para se të lindje Merjema, e dedikuan fëmijën e tyre që do ta lënë në rrugt të Allahu xhelleshanu, shërbëtor të xhamis Aksa, sepse donin që fëmija e tyre të ishte në rrugën e Zotit xhelleshanu dhe të jetonte në rrugën e tij, sepse kjo është suksesi më i madh i jetës së kësaj bote. Nëna e Musait a.s. që e lëshoi djalin e saj të vogël në gjithëdhënie, në lum, ju qa zemra e saj, se çfarë do të ndodhte me djalin e saj. Dhe Allahu e bashkoi po mas ca ditësh, ndoshta mas ca orësh, kur fëmia qante se donte të pinte, dhe Allahu e bashkoi përsëri me nënën e tij nga mizoria që u ndan pra për shkak të faraonit që donte t'i vriste djemt. Shuaibi a.s. martoi vajzën e tij me Musain a.s. sepse do prindri që t'i japi vajzës një bashkëshort të përkryer, të moralshëm, besimtar, siç edhe ai veproi në këtë rast. Zekeria a.s. në moshë të thyer në pleqni luti Allahun për fëmijë, për djalë konkretisht, o Zot, më jep një pasardhës, sepse po nuk pata pasardhës të hajrit, do të shuhet feja, do të shuhet tradita, do të shuhet kultura e bukur, edhe do të mbizotroj më pas zullumi. Të dashur besimtar, i thash të gjitha këto sepse Allahu subhanahu wa ta'ala shikojmë se sa e ka lartësuar familjen, sa e ka lartësuar marrëdhënien prind-fëmijë. Fatkeqësisht, dje në parlamentin shqiptar, të dashur besimtar, është votuar diçka totalisht kundër të gjitha këtyre parimeve hyjnore. Është votuar diçka e cila në fakt e kundërshton me të madhe dhe sulmon më të madhe ruajtjen e kësaj marrëdhënie të ngushtë familjare. Sepse dje është votuar për barazi gjinore që shteti shqiptar tani më një gjini tjetër përveç burrit edhe gruas, përveç mashkullit edhe femrës. Që do të thotë dikush, sepse është një precedent që ka ndodhur në shtetet e tjera, që në shtetin më të madh që mbahet si djepi i demokracisë që është dhe Amerika, deri para këtyre zgjedhjeve që zgjidhet presidenti i tanishëm, që është shikonim një çrregullim në shoqëri. Kishte njerëz që identifikonin veten e tyre me emra të çfarëdo të turpshëm, që nuk janë mashkull, po nuk janë femër. Dhe po të shikosh, u detyroje pastaj me ligj që ti në biznesin tënd ti mundsoje të drejtat të gjithë këtyre njerëzve. Për shembull, një nga gjërat më të çuditshme, u shtuan sinjalistikat nëpër tualete. Nuk kishte më burr grua, po kishte edhe një shenjë tjetër atje që çdo kush çfarë ta ndjente veten u fusta aty brenda. Një çrregullim njerëzor. Një diçka e paudh, një punë e shejtanit të mallkuar, dhe kjo gjë pikërisht u votua dje dhe për fatin hynor, nëse do ta quajmë,
po dje në Amerikë gjykata vendosi dhe i dha të drejtë pikërisht presidentit aktual që nuk do të ketë gjë tjetër përveç dy gjinive, mashkull edhe femër. Ndërkohë ne kemi bërë totalisht të kundërtën. Dhe kjo patjetër që nëse do të vazhdojë të dashur besimtar, do të shikojmë që do të jetë një problematik shumë e madhe për shoqërinë tonë. Imagjino, në konceptin e sotëm ka dalë një term transgjinor, që do të thotë dikush që është mashkull, e ka kriju Zoti mashkull, një ditë bukur thot, e ditë çka unë ndjehem femër. Dhe tani e tutje, njerëzit duhet të sillen me mu, sikur unë jam femër. Ndoshta shkojnë bëjnë operacione punë për ta, Zoti u udhëzoft, e nëse jo Zoti i shkatroft. Por çështja është te imponimi që ata përpiqen t'i bëjnë shoqërisë së gjerë. Dhe ndoshta nuk e arrin dot këtë gjë me anë të numrave të tyre të pakët, sepse pa diskutim to janë pakicës në çdo cep të botës, por ja që lobimet të fuqishme anti-njerëzore, anti-hyjnore financon aq shumë sa që kjo të detyrohet dhe të imponohet ty me ligj. T'japim një shembull prekshëm për aktualitetin tonë në xhami. Imagjino një burr nesër pas nesër të vinë në xhami i veshur si grua dhe thotë unë ndjehem grua, nuk du të falem këtu ku falen burra, do shkoj poshtë ke gratë. Do të ishte diçka e pranueshme kjo. Kjo do të ishte një çrregullim njerëzor, kjo do të ishte një diçka e papranueshme. Dhe patjetër më vjen shumë keq, sepse në syrin tim këtë vot që u miratua dje atje në parlament nga këto deputetët të mazhorancës, në fakt nuk e votuan vetëm ata, po e votuan të gjithë ata që i kanë votuar këto deputet, të gjithë ne si njerëz që i kemi dhënë votën atyre deputetëve. I kanë votuar ndoshta të gjithë ato imamlar e priftëri e myftiler e zyrtar të cilët i kanë pranuar këto deputet në shtëpitë e Zotit kur vinë për të kërkuar votën e tyre. Në Ramazan bëhen besimtar musliman, në Pashk bëhen besimtar katolik, sepse ata nuk kanë interes gjë tjetër përveç se interesit material dhe pozitave materiale të jetës së kësaj bote. Ata nuk njohin Zot, sepse kush voton diçka të kësaj natyre, pa diskutim që nuk njeh Zot, të dashur besimtar. Keni parë ju që një parti politike apo një deputet të vi dhe të takoj grupet të caktuar njerëzish në kohë votimesh dhe të premtojnë këto gjëra që do të bëjmë këto ligje për familjen? Nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë këto. Ne shikojmë që premtimet e tyre janë do të rregullojmë mirëqenien, do të rregullojmë rrugët, uji, drita, gjëra kësaj natyre që jemi mësuar ne janë lodhur veshet gjatë gjithë këtyre viteve. Por gjërat të kësaj natyre nuk ka premtuar njëri. Atëherë për çfarë duhen të sillen në ligj dhe të zbatohen më pas to në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë? A nuk është kjo në fakt një tradhti edhe ndaj votuesve të tyre? Pa diskutim që jo. Po atëherë pse nuk shikohet që në atë kuvend atje të miratohen ligje të cilat do të ishin në dobi të shoqërisë dhe jo në shkatrimin e shoqërisë? Pse nuk shohim ne të miratohen ligje për ndihmë ekonomike për fëmijë deri në moshën 18 vjeçare si e gjithë Europa? Pse nuk shohim që të miratohen ligje që nxiten martesat, që të shtohet lindshmëria, që të ndihmohet i riu dhe e reja, që të rrinë atë dheun e tij, e mos të iki të dërgjet e migracioneve, duke u ndihmuar nga shteti financiarisht, duke u rritur lindshmëria, duke u rritur rinia në popull dhe duke rënë pleqëria, sepse me të madhe jemi populli që kemi arritur moshën mesatare të mbi normat e caktuar, jemi drejt mplakjes si popull. E ku do të shkoj kjo? Dhe ky ligj akoma dhe e synon më tepër, sepse kush do donte më pas si prind që të bënte fëmijë dhe fëmia të merrte një edukim të tillë në shkolla, sepse kjo do të bëhet me ligj, do të vendoset në kurrikulën e lëndëve mësimore të fëmijëve tanë, dhe duam apo s'duam fëmijët tanë do të mësojnë gjëra të kësaj natyre të fliqura. Pse nuk u vinë në ndihmë me ligjet pensionistëve që t'i rrisin pensionet gjyshit dhe gjyshërve tona, që t'jetojnë dhe ato pak vite në komoditet, që mos vi më pas pensionisti italian Buzdetit në Durrës dhe në Vlorë dhe të blesh shtëpia dhe t'jetoj që ka parajs këtu, sepse vjen e shijon vendin ton, pastaj i huaj nga larg dhe nuk mundesh ta shijosh ti, si venali, si i ri apo si pensionist që je, sepse nuk ta mundson ekonomia.
Pse nuk shohim ne të dalin ligje nga atë parlament që të investohet në mjekësi, sepse në çdo sektor të mjekësisë ka mungesë ilaçesh dhe medikamentesh. Njerëzit po derdhin spitaleve, po nuk kanë rrugëzgjidhje, nuk kanë shërim. Dhe të gjitha këto ne shohim që miratohet një ligj që nuk i hyn punë askujt tjetër përveç se djallit të mallkuar dhe shejtanit të mallkuar, dhe kushdo që e voton këtë pa diskutim që ata nuk mund të quhen human, ndryshe do të quheshin tradhtarët e këtij kombi, sepse ato tradhtuan të parët tanë, gjyshit ton, nënat tona, baballarët ton, që me mund e me djerës u përpoqën të na edukojnë siç duhet, që të kishim ne një jetë sa më të mirë si fëmijë dhe nipërit e tyre një jetë më të mirë, por ja që do dalin disa njerëz të pamoralshëm, të pa Zot, që do të miratojnë ligjet e kësaj natyre, të cilët më pas do të çrregullojnë njerëzimin. Ka dhe një gjë tjetër që nuk do të ri dot pa e folur. Shohim që si ka mundësi, subhanallah, që nuk doli dikush me kartën e kuqe dhe të thoshte edhe pse unë jam pjesë e kësaj partie, do ta votoj kundër, nuk do të dëgjoj ndoshta të parin e partisë. Dhe këto janë shenjat e një komunizmi modern që po përhapet më të madhe në vendin tonë. Ndoshta po i flas sot këto gjëra të dashur besimtar kaq hapur, por t'ju them diçka, kur ky ligj të kalojnë më pas zyrtarisht në kushtetutën e Shqipërisë dhe do të miratohet, do dini diçka që nëse do të flasim këto gjëra kaq hapur, jemi drejt për drejti për gjykatë. Jemi drejt për drejti në burg. A do të ndalojmë kurse si jo, me lejet Allahu Xheleshanu, sepse ne po flasim të vërtetën, ne po flasim atë çfarë Allahu na ka urdhëruar në Kur'anin famëlart. Dhe siç edhe më lart unë solla të gjitha argumentet, sepse këto janë argumentet e Allahut subhanahu wa taala, Zotit të gjithësisë. Sa e sa armiq ka pas Zoti në këtë dynja, më të mëdhej se këta të vegjëlit tan këtu, por askush kurse si nuk mund të dalë ball pikërisht para Allahut subhanahu wa taala. E lusë Allahun Xheleshanu të ruaj popullin ton, të ruaj kombin ton, të ruaj familjen ton, të ruaj fëmijët tan nga këto lojra të shejtanit të mallkuar. Allahu i lartësuar na udhëzoft, na drejtoft në rrugën e vërtet, na bëft që të reflektojmë si besimtar, na bëft që të reflektojmë si popull. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim.